Partia Demokratike në Lezhë për 4 vitet e ardhshme do të drejtohet nga një zonjë. Në zgjedhjet e zhvilluara të dielën me parimin një antar një vot, fituese ka rezultuar Donika Ndoj. Falenderoj gjithë demokratët që morën pjesë në këtë proces për garen për kryetarët e Partisë Demokratike. Së dyti falenderoj të gjithë komisionerët, të cilët punuan me përkushtim për të pas një proces sa më të rregullt. Si dhe falenderoj kandidatët për garën e tyre qytetare dhe korrekte që bëm gjatë këtij muaji. Në garë për këtë pozicion ishin edhe Salvator Kaçaj dhe Paulin Marku, teksa vlen të theksohet se interesi për të votuar ka qenë mjaft i lartë. Pas përfundimit të votimit dhe numërimit, Donika Ndoj ka marrë 571 vota, Salvator Kaçaj 442 vota dhe Paulin Marku 172 vota. Kryetarja e sapo zgjedhur tregon edhe prioritetet e opozitës në vijim. Partia Demokratike tashmë ka hyrë në një fazë riorganizimi, riformatimi dhe në çdo strukturë, në seksion, grup seksion, kryesi dhe departamente. Dhe mendoj që ajo do të bëhet një parti më e fortë, më organizuar, e cila do të jetë e denjë që të vijë në pushtet në zgjedhjet e ardhshme. Garën ne kemi me pushtetin, i cili është sot në krye të vendit. Procesi votimit u zhvillua në një klim të qetë dhe me pjesëmarrje të konsiderueshme të antarëve, të cilët ushtruan të drejtën e tyre për të zgjedhur drejtuesin e ri të degës.